nga një pikë, Besa dhe Flamurtari në një stadium të boshatisur në Kavaj dhe pas spektator, sikur të ishte një ndeshje stërvitore, kanë ngjarë ky duel që çeli javën e tretë të Superligës në futboll, duke vënë përballë dy ekipe që kanë synime të qarta në këtë kampionat. Pjesa e parë dhe e dytë e kësaj ndeshje thuajse kanë qenë fotokopjet njëra tjetrës, ku më të mirët në fush ishin portierët, Moçka dhe Bakaj. Besa ka ngacmuar më shumë, duke shfrytzuar dhe faktorin fush, ndërsa Flamurtari nuk ka rreshtur, edhe pse ka luajtur jashtë shtëpisë së tij. Minuta 22 solli momentin më të habitshëm të gjithë takimit, kur Haxhibulić ka shmangur edhe portierin dhe ka lënë me gishtë në gojë kampin verdhezi, duke mos shënuar një gol thuajse të sigurt pas topit të art të dhënë nga Dos Santos. Flamurtari nga ana e tij kërkon më shumë me sulmin. Xhafa dhe Progni vihen në rolin e dyetarit, por nuk shkon dot të rjeta asnjëri as tjetri. 0-0 mbyllet kështu pjesa e parë, ndërkaq që e dyta nuk ndryshon asgjë. Tashmë më të lakurit janë portierët, që bëjnë mërkullira duke frenuar sulmet dhe goditet respektive në të dyja portat. Cikaleshi, Haxhibulić dhe Dos Santos nuk kanë qenë në ditën e tyre më të mirë, ndërsa gabimet kanë ardhur edhe në kampin tjetër, ku vlonjatët nuk shkojnë dot tek rruga e golit. Ky barazim pa gola 0-0 dhe kjo lojë lan pas një rezultat që më shumë bën punë për miq dhe pse nga mënyra se si u luajt sipas specialistit Kavajas Hasan Germani, nuk kuptohet se cila skuadër kishte 6 pikë dhe cila kishte 0. Gjithsesi, Flamurtari shkon në kuotën e 7 pikëve, ndërsa Besa mbetet e varfër në gola dhe në pikë, duke u pozicionuar si rallëherë në katët e nëndeshme të Superligës. Skuadra e Elbasanit në javën e tretë të Superligës nuk ka mundur të shkojë më shumë se një barazim përballë Kastriotit. Takimi i cili u zhvillua në stadiumin Rushdi Bizhuta pa praninë e tifozërisë ka përfunduar me rezultatin 1-1, duke ju dhënë të dy ekipeve nga një pikë. Ndeshja ka nisur e shpejtë dhe vendasit janë vënë menjëherë në kërkim të golit me anë të Sadikut, po portieri mik tregohet vigjilent me ndërhyrjet e tij. Miq provojnë me anë të kundërsulmit, por nuk janë të saktë me kroatin Babić. Sadiku provon përsëri për vendasit, po pa arritur të gjejë rrugën e rrjetës. Minuta e 20 sjell avantazhin për Elbasanit. Është hyrshmëri që në mes të tre mbrojtësve kundërshtar jep një asis për Sadikun, i cili nuk e ka të vështirë të shënojë vetëm për vetëm me portierin Halili, duke ngritur në delir kampin verdh dhe blu. Kastrioti provon me Djarmatin, por Llani është i saktë në ndërhyrjet e tij. Me shifrat 1-0 për Elbasanin mbyllen 45 minutat e para. Pjesa e dytë nis me një rast për Elbasanasit, por goditja e Sadikut evitohet saktë nga mbrojtja. Minuta e 53 sjell barazimin e shifrave. Djarmati kërson në qendër të zonës për Babić, i cili pa mbuluar nga mbrojtja nuk e ka të vështirë të shënojë. Vendasit protestojnë për pozicion të parregullt, por për arbitrin Meta goli është i rregullt. Elbasani nuk pajtohet me barazimin dhe provon me anë të Sadikut, por portieri mik gërshton saktë duke larguar rrezikun. Kastrioti provon me Alvish, por goditja e tij është e pasaktë. Verdheblut kërkojnë me çdo kusht avantazhin, por finalizimet e tyre nuk arrin të poshtin portierin Halili, që ka qenë shpëtimtar i Kastriotit në këtë ndeshje. Me shifrat e barabarta 1-1 mbyllet ky takim, që e dërgon Elbasanin në kuotën e 5 pikëve, ndërsa Kastrioti ngjitet në kuotën e 3 pikëve. Shkumbini inauguron stadiumin me një fitore mbreslëmse. Agincane e nis mbar aventurën e tij në drejtimin e skuadrës peqinase, duke patur përballë një kundërshtar shumë të fortë siç është Skënderbeu, i cili këtë sezon pretendon për të fituar titullin kampion. Në gjykimin e arbitrit Lorenz Jemini, luaja nis me entuziazmin e vendasve, të cilët kërkonin me çdo kusht fitoren. Rastet e para janë për skuadrën e Peqinit, të cilët hidhen në sulm në kërkim të golit të avantazhit. Ndërkohë korçarët jo vetëm mbrojnë mirë, por edhe kërkojnë të bevasojnë duke patur edhe ata rastet e tyre. Minuta e 32 dërgon në delir tifozat Peqinas, të cilët festojnë golin e parë të realizuar nga Bekim Kuli. Momenti i mirë i Peqinasve vazhdon përsëri me të njëjtin protagonist Kulin, që në minutën e 41 shënon dhe golin e dytë për Shkumbinin. Por emocionet në këtë sfidë nuk mbarojnë me kaq. Një tjetër gol vjen, por këtë herë nga korçarët, të cilët të ngushtojnë rezultatin nëpërmjet golit të shënuar nga Blendi Shkëmbi në minutat shtesë. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin 2-1 në favor të Shkumbinit. 45 minutat e dyta të lojës kanë më tepër grind se ç'duhet. Luftë e fortë zhvillohet mes dy skuadrave, të cilat kërkojnë me çdo kusht rezultat. Minutat në vazhdimi janë një përpjekje e Shkumbinit për të shënuar golin e sigurisë, por dhe të korçarëve për të barazuar. Gjithçka u vendos në minutën e 81, ku heroi i këtij takimi Bekim Kuli shënon trigoshin e tij të parë sezonal. Shkumbini merr fitoren e parë në kampionat, ndërsa Skënderbeu provon shijen e humbjes.
Televizioni shqiptar është ndalur sot në Tiranë në transmetimin e tij të zakontë dhe ka zgjedhur duelin e javës së tretë Tirana-Byllës, zhvilluar në stadiumin kombëtar Qemal Stafa. Një ndeshje e tillë nuk e zgjoi interesimin e duhur, edhe pse gjysma e lojës është luajtur në ndriçimin e projektorëve. Pjesa e parë ka patur emocione, gola dhe 11 metrash të humbur, duke e bërë interesante këtë garë futbollistike. Thirrja gol ka nisur që në minutën e 22, kur bardheblut në anën e kroatit Pejić e kanë gjetur rrugën e rrjetës. Ka qenë një moment që sa ka entuziazmuar vendesit, aq ka dëshpëruar miq, të cilët e kanë menduar golin jo të rregullt, duke pretenduar se topi është prekur me dorë nga kroati. E rishohim edhe një herë tjetër, në një kënd tjetër gjërimi të transmetuar në ekranin tonë, për të qenë më të saktë në verdiktin e këtij çasti, që gjithsesi, sidoqoftë ai, nuk kthehet më. Pashaj ka treguar mesin e fushës dhe Tirana ka kaluar në epërsinje me 0. Minutat e më pastaj me flasin për futbollistët e trajnerit Spaju, që ndryshojnë kursin e lojës, madje gjejnë edhe pikën e bardhë të 11 metrashit. Në minutën e 30 ka mjaftuar një ndërhyrje pa rregull të Lilës ndaj sulmuesit Ballçot, që gjyqtari të jap vendimin e një penalltie në favor të Byllës. E rishohim edhe një herë tjetër këtë moment delikat në dhënien e këtij vendimi. I besuari për këtë goditje quhet Kule, që e shpërdoron besimin e dhënë duke mos shënuar. Tashmë, ai që kthehet në Euro është portieri Lika, që ka bërë mrekullin duke shpëtuar golin e sigurt. Por minuta e 39 të risjell atmosferë dhe entuziazëm në kampin Ballçot. Popović bëhet goleador duke vënë në ekuilibër shifrat e ndeshjes në 1-1. Por Tirana nuk do të rrinte duar kryq, sepse në minutat shtesë ka bërë të pamundurën duke vajtur tek goli. Është përsëri Plaku që pason bukur nga krau i djathtë dhe aty Pejić ka zgjatur këmbën brenda zonës duke shënuar golin e dytë. 2-1 dhe Tirana sheh fitoren e pjesës parë. Në pjesën e dytë, rastet dhe momentet e golit kanë qenë më të pakta. Vetëm një mund të sjellë në kronik deri në minutën e 62, ku goditjen e Abazet e grushton mjeshtrisht portieri Egbo. Në minutët e fundit të ndeshjes, Tirana ka patur një tjetër moment për të shënuar. Pejić në këtë rast është treguar shumë egoist, sepse mund të pasonte tek Plaku. Tirana mbetet në kuotën e 2 golave. Shifrat 2-1 janë stampuar tashmë dhe bardheblut prekin fitoren e ngushtë, por që u jep shumë shpresë atyre, ndërsa Byllës akoma nuk ka provuar pikën e parë. Vllaznia ka arritur të marrë fitoren e dytë në javën e tretë të Superligës përballë Laçit. Takimi i cili u zhvillua në tapetin e ri të stadiumit Loro Boriçi ka përfunduar me rezultatin 2-1 në favor të shkodranëve. Pjesa e parë ka nisur me një rast për vendasit, po Jovanović nuk arrin të zhbllokojë shifrat. Miq kërkojnë golin me anë të kundërsulmit, por tregohen të pasakt përpara portës. Jovanović është shumë pranë golit në minutën e 20, po goditja e tij nuk gjen rrjetën e portierit Vashaku. Shkodranët pretendojnë për penallti në minutën e 32, por arbitri Taullaj nuk është i këtij mendimi, duke lënë në fuqi rezultatin 0-0. Minuta e 34 sjell avantazhin për vendasit. Është ujku i vjetër i portave Fiorentin Sinjani, që përfiton nga një grushtim i portierit duke shënuar dhe kaluar kuqeblut përpara. Avantazhi do të zjas vetëm 2 minuta, pasi në 36-ën mi gjen golin me anë të Selimit, i cili godet sakt duke mposhtur portierin Muj Dragić dhe entuziazmuar kampin laçian. Me rezultatin e barabartë 1-1 mbyllet pjesa e parë. Pjesa e dytë nis së shpejtë me një vllazni që nis marshimin drejt portës laçiane për të kërkuar golin e avantazhit, por sulmet e tyre nuk arritën poshtin portierin Vashaku deri në minutën e 85, kur talenti shkodran Drejçim Shtubina, pas një kthimi të topit nga portieri, godet sakt duke ngritur në delir tifozërinë vendase. Me rezultatin 2-1 në favor të vllaznisë mbyllet ky takim, që i çon shkodranët në vendin e parë në kuotën e 7 pikëve, ndërsa Laçi mbetet në kuotën e 4 pikëve.